interes të ankohen, por po e pasqyroj përpara mediave atë gjë të turshme, të pamoralshme që ndodhi aty brenda, për të treguar se në çfarë niveli ka degraduar një deputet, ka degraduar i gjithë sistemi që drejton këtë vend fatkeqësisht. Ndërkohë që unë futem brenda me punonjësit e policisë për të bërë kqyrjen e materialeve që ndodheshin aty, zotëria ngrihet dhe thot mbaroni punë shpejt, thot se unë nuk kam kohë të merrem me qelbësirat. Dhe ndërkohë unë i kthehem dhe ai tenton të më gjuajë me karrike. Por këto janë prezent gjithë forcat e policisë, sepse ai bën si trim kur ka njerëz rreth e rrotull. Në momentin e dytë, sipas edhe diskutimeve që bëra me forcat e rendit, në momentin që brenda në këtë objekt është futur gazetarja Ambrozia Meta, një person, një grua e pa identifikuar nga ne, është futur në frigorifer. Këto janë gati të vdesin për partinë. Është futur në një frigorifer dhe prandaj Ambrozia Meta nuk e ka gjetur. Ju ftoj ta shikoni, është frigoriferi i brenda. Është nga ato frigorifere që përdorte mafia dikur, që i vriste njerëzit e i fuse. Këto frigorifer ka ky, ke zyra që deklaron që është e vetja. Ndërkohë, në momentin nuk depozitoi as kontratë qiraje, as dhurim natyrë, as edhe një material, as një dokumentacion. Ndërkohë